Po, isha lodhur, po do flasë qenë. Isha lodhur, isha lënë çimentet për larë. Gjithë ditën jam marrë dhe me trupin. Dhe më shtrihet se jam e kputur, kam trupin e vdekur. Mundohem mbaj syt hapur, si gjithmonë, më po gati 2 vite. Mos tëm 4. Mos tëm 8, 2018. Më shqyen prapë fytyrën në moment që unë jam lodhur gjithë ditën. Pse thash, kam inteligjencë vetjake, merrem me veten, kujdesem. Kjo është marrje me veten. Kujdes plagët, plagët, i shëroj plagët. Nuk i shëroj dot 100%, i shëroj 10%, ndoshta 30%, ndoshta 50%. Është e vërtetë që do quhem budallaqe që shëroj plagët 10%, 2% apo 30%. Por do thoja alelujës dhe fuqisë time që më çon atje për të më vrarë, po më ka shqyer faqet. Mi rëndon poshtë. Unë i ndihmoj, ajo më shqyen. Macitet forta, nuk e di ç'bëri tjetër. Më futin në reliken më të fortë. Po sa ula për se isha e kputur e vdekur. I them alelus se leta s'mbush. Po më sa duket aleluja është si leta. I them gjithë fuqive, i zujit, Allahut, i them gjitha. Kur futeni në aparatura, nëse dilni nga aparatura që shëroheni, s'bukuroheni, mund vi një gangster t'ju çaj shpirtin dhe mbaroj gjithçka. Gjithë inteligjenca e aparaturave hidhet poshtë, si kujdesi që kam ndaj trupit tim. Prandaj nuk të thotë që të kujdesesh për trupin nuk është e barabartë me aparaturat e tua. Problemi është që unë nuk jam kafsh të rëndoj njëri, ndërsa fuqit janë kafsh, por rëndojnë alketën shumë. Me 3 skicot, sigurisht, por po rëndojnë shumë alketën. Alketa nuk do të qyente mbasi dilje nga aparatura, Jorgen. Nëse do ishe i bukur, do më shkëlqenin syt që të pash të bukur. Nëse ti Jezu të dilje nga aparaturat me inteligjencë aparaturash, po, do më shkëlqenin syt që ishe bërë i bukur, do thoya, jo Jezu sa i bukur je bërë. Por nuk do t'hidhja as acide, as do të prekja me dorë, as do të shqyja. Jo juve pas letër, as durin, as apen. Nuk do i shikoja skicot, pas ty nuk do të flisja. Jezu, edhe pse kemi nga e kaluarat diçka. Dua të them që nuk jam budallaqe që merrem kujdesem për vete. Ju jeni kriminala të ndyrë që shqyeni alketën sa kujdeset. Vazhdoni se jeni fuqi. Mos e çani kokën. Shqyeni alketën se është shumë e urtë.